me ty, po nuk kam. Por një takim të këtij bozi me gjithë këto krerë shtetesh, do mjaftonte edhe ishte ringim duarash me Trumpin, edhe normalisht ju e dini që fotoja. Po edhe një herë po të them, edhe sikur të ketë procedimi penal ndaj zotit Rama për McGonigal nuk ndalon. Nuk ndalon, duhet të shfuqizosh totalisht kodin penal që të ndaloj procedimi penal ndaj zotit Rama. Sepse sot mos harroj një fakte, të gjithë që janë sot në telashe me drejtësisë, Berisha dhe Meta, janë për vepra penale të cilët kanë kaluar me vite. Pra do të thotë në momentin sa po të zbresi Rama, atëherë do merren edhe me Ramën. Puna është të gjithë kërkojnë që të merren me Ramën tani, që është momenti, që është në krye. A kupton, sepse në rast se historinë e SPAK-ut e bëri Altin Duman duke futur gjithë opozitarët, tani mbetet Klodian Brahos, çfarë të bëj? Historinë se si do jetë i pari prokuror që do fusi në burg një kryeministër në detyrë. Kjo do jetë shumë e bukur në rast se do të ndodhi. Po ftesa nuk e bën Brown vulnerabël, sepse Brown para disa ditëve kishte takim të ngarkuar në punë dhe unë nuk e mendoj se linja Trump çon sot mendim tjetër dhe pas nesër e ndryshon. Nuk është si Shqipëri që zgjon politikanë duke u marrë me disa analistë dhe duke qeverisë vendin. Avokat, megjithatë ata të trajnuarit nga FBI-a dhe nga DEA që njoftoi ambasada pak ditë më parë. Nuk besoj se nuk kishte mesazh publik për te përgatitjeve brenda SPAK-ut ajo. Kush është i përfshirë nga politikbërja me krimin organizuar dhe kartelet e drogës, do të marrin ndëshkimin e duhur sipas Amerikës. Këtë interpretojmë ne në këtë momente. Arrestime keni fjalën. Pra kush është pjesë e karteleve do arrestohet apo jo? Po ashtu thot Amerika, edhe ashtu do bëj SPAK-u, por puna është ti pranon një SPAK çfarë po thot Amerika, apo duhet të kesh një SPAK i cili duhet të pavarur dhe të veprojë ashtu siç duhet dhe të kapi krimin e kësaj të organizuar në flagrancë, sepse kemi një problem këtu. Ne themi po mirë ky institucion investoi, ai tjetri investoi, të gjithë ta kanë investuar që SPAK-u të kapi krimin organizuar në flagrancë, jo pasi të ketë kryer vepra të rënda penale dhe pastaj themi tani erdhi momenti për të marrë iniciativa. Avokat, ata të trajnuarit, sipas njoftimit, ku foli dhe ngarkuara me punë, duket në mos gaboj ishin të specializuar për hapjen e telefonave, për zbërthimin e komunikimeve. Tani puna është kush telefon ka mbetur pa u zbërthyer, se atje sigurisht e keni thënë ju është bërë si servic celularesh në SPAK. Atje ashtu është bërë. Vetëm Tedi Ramës, i cili tha mos hajdeni të më hapni mua telefonin dhe ma kërkoni telefonin. Dhe tani gjykata kushtetuese e ndihmoi Edi Ramën me vendimin që nxorri, edhe tani nuk ka mundësi të marri telefonin e Edi Ramës prokurori i ri. Se duhet ta marri vetëm me një kusht. Çfarë? Kushti është ky që të heqë imunitetit të Ramës dhe t'i marri telefonin për të bërë kontroll telefonit të kryeministrit. Pra edhe kontrolli i telefonit, zbërthimi duhet bëhet me heqje imuniteti? Po, me heqje sepse kemi të bëjmë me send personal të deputetit. Që ka shtrënguar shumë puna e hetimit për deputetët në këtë rast, po pra e marrim nga deputetët për të shkuar. Jo, ekziston kontrolli personal, nënkupton edhe telefoni i cili është një mjet personal të deputetit. S'mund të ti të marrësh telefonin e deputetit dhe sekuestrosh dhe thosh tani gjeta prova. Avokat, po nëse unë jam deputeti, kam komunikuar me ju, telefoni u sekuestrohet ju, jo mua. Zbërthehet komunikimi. Po. Prova është në dorë apo indicia si i quani ju. Por nuk mund të merret pa ju hequr imuniteti? Deputetit jo, personit të cilët është i përfshirë duhet bëhet verifikimi në rast se ky komunikim ka ndodhur apo jo. Po në rast se nuk ka ndodhur, sigurisht dihet përgjigja. Në rast se ka ndodhur, duhet patjetër të marrësh
edhe miratimin e kuvendit, sepse ti duhet të bësh verifikimin a ka ndodhur kjo bisedë apo jo. Prandaj them që nuk është kaq shumë e lehtë të marrësh telefonin e deputetit pa kaluar në kuvend. Pra, ajo çfarë u dha te SPAK-u fillimisht, u dha dhe tani gjykata kushtetuese paf ja mori dhe i tha tani rria te ku je tani. Prit, e pe edhe me rastin e Berishës. Po për Ballukun si do Pra, edhe për Ballukun, për telefonin, pra vendimi për telefonin e gjykatës kushtetuese është për Edi Ramën, për Ballukun. Edhe tani rasti i arrestit në shtëpi për Berishën është një praktik për Ballukun. Se Balluku do thot, o zotri, derisa më ka ndaluar dalin jashtë shtetit, ti s'ke pse të më vendosësh mua arrest në shtëpi, apo arrest në burg. Edhe Rama e nxjerr atë vendimin e Berishës dhe thot, na, thot, edhe kemi thënë ne me vendimin e Berishës Rama do shpëtoj. Jo, e keni thënë shumë herë, 100 herë këtë. Kjo është e vërtetë, e keni thënë. Pritet me datën 28 këtë. Çfarë doni arrestin pse? Na gjykata kushtetuese, se ka zbardhur akoma, se po e presim. Po për Ballukun çfarë do vendos avokati në 22 si mendoni për kompetencën? Për mendimin tim ashtu siç e kam thënë edhe nuk e heq në kësaj asnjë presje, duhet keni parasysh që gjykata kushtetuese duhet të çfuqizojë në mënyrë të menjëhershëm vendimin e GKK-s që flet për pezullimin e zëvendës kryeministres nga detyra. Pra një ministër nuk mund të pezullohet me vendim të deklaroj kompetencën, nuk mund të futesh ti si gjykat te kompetencat e kryeministrit. Nuk flas të Ramës apo Berishës apo të flasin në parim. Flasin parimisht, nuk mund të bësh ti, se e di pse qytetarët mendojnë se duhet të bëhet. Jo, sepse ministri, zëvendës kryeministri, delegojnë nga kryeministri kompetencat. Mirë, dhe ministri, zëvendës kryeministri, nuk mund të pezullohen nga detyra nga kryeministri. Sepse kryeministri ka vetëm 2 gjëra që bën. O e